Atëherë përshëndetje, bota e YouTube-it, do fillojmë të bëjmë video pak më të plota në këtë platformë për t'ju dhënë ju më tepër informacione. Jemi parë nëpër TikTok, Facebook, Instagram, por tashmë do të zgjerojmë pak platformën dhe do të zgjerojmë pak argumentet. Sot do flasim për stresin kronik. Çfarë është stresi kronik? Duke qenë se shumë prej nesh kujtojnë dhe mendojnë se të kesh stres është pjesë e jetës, është diçka normale. Ndërkohë që nuk është ashtu. Sepse fatkeqësisht stresi kronik, që do të thotë stresi i vazhdueshëm, është një nga shkaktarët kryesor të çrregullimeve psikike, siç është ankthi ose depresioni. Por jo vetëm. Stresi kronik dhe i vazhdueshëm fatkeqësisht shkakton dhe probleme të shëndetit fizik. Keni parasysh ka persona të cilët kanë dhimbje fizike, dhimbje koke të vazhdueshme, i dhëmb trupi, vend e pa vend, shkojnë nga një mjek në tjetrin, kërkojnë një arsye, një sqarim çfarë kam, por është thjesht stres dhe kjo gjë nuk është e rrallë, ndodh shpesh herë. Pacientë që fatkeqësisht mbasi kanë kaluar gjithë karavanin e specialistëve, trokasin tek dera e psikiatrit, sepse askush nuk i ka gjetur asnjë arsye. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh dhe duhet keni parasysh një gjë që trupi na flet. Trupi ty që po shikon këtë video të flet. Veçanërisht kur je në stres dhe i mbi ngarkuar, trupi të thot: "Hey, shiko, kam dhimbje. Ndalo. Mos i më i mbi ngarkuar siç je." Dhe ti e thua: "Jo, nuk ndaloj dot. Do të vazhdoj të punoj." Dhe ai thot: "Okej, vazhdo puno. Ama unë kam dhimbje. Si do ja bëjmë tani?" Nuk ndodh rrallë herë kjo gjë. Që kështu, sensi i këtij video është që ju të kuptoni se sa e rëndësishme është të menaxhosh stresin. Duke qenë se ne nuk mund të evitojmë gjithmonë faktorët stresantë. Ato ndodhin sepse jeta është ashtu, jeta është plot me dinamika. Faktori stresant jo gjithmonë evitohet, por ama se si ti sillesh në një situatë stresante, aty është sekreti. Dhe pikërisht për këtë gjë, Psikiatri PKL ka organizuar një seminar online, si ai që u bë në Tiranë, por për ata që nuk mund të ishin në Tiranë, ndoshta janë jashtë shtetit, ndoshta nuk jetojnë në Tiranë, është në datë 18 shkurt. Atëherë 18 shkurt në orën 2 deri në orën 5. Supozohet, por ne, kush e di, do ja fusim muhabetit aty duke ndarë ato eksperiencat tona, të zgjasi 6-7, nuk e dim. Nuk ka rëndësi kjo. Për ju që nuk mund të merrni pjesë, ju këshilloj përzemërsisht të filloni të lexoni libra. Ka libra pafund mbi menaxhimin e stresit. Dhe po e rrëfej në këtë video të parë në YouTube që libri im i ardhshëm do flasi pikërisht për këtë temë. Do klasifikoj në mënyrën më të lehtë të mundshme dhe në mënyrën më të mirë të mundshme që ju të kuptoni teknikat e menaxhimit të stresit. Por kjo është një temë tjetër. Atëherë këtu do rrëfej 2 teknika shumë të rëndësishme kundra stresit. Dhe e para, e dini kush është? Kur ta them këtë fjalë do thoni: "Uf, çfarë na tha asgjë." Është mirënjohja. Është mirënjohja, më besoni. Pse e them këtë? Është bërë një studim në Hong Kong, është shumë interesant, në një klinik, një psikolog tha: "Hey, unë do bëj një studim tani." I ndau punëtorët e spitalit, personelin mjekësor, në 3 grupe. Grupit parë i dha detyrë çdo ditë të shkruani fjalë pozitive dhe për çfarë jeni mirënjohës në punën tuaj. Grupi të dytë i tha: "Ju shkruani çfarë të dëshironi." Grupi të tretë i tha: "Ju shkruani gjërat negative. Vetëm gjërat negative dhe ankesat tuaja." Kështu vazhdoi ky studim për 3 muaj rresht dhe në fund rezultoi që personat të cilët shkruanin gjërat pozitive dhe mirënjohjen e tyre ishin më efektiv në punë, ishin më të lumtur dhe ishin më pak të stresuar, ndërsa personat që kishin shkruar gjëra kryesisht negative dhe ankesa ishin personat më të palumtur në botë. Që kështu gjithçka është një lloj forme mendimi dhe kjo është mirënjohja. Unë personalisht për shembull
kur ndodh që nuk kam dëshirë të ikë në punë, them, duhet të ikë në punë, sepse kush ma paguan kredin. Bëj shaka, por gjithsesi ju mund ta personifikoni pak këtë koncept. Mirënjohja njerëz. Mirënjohja. Atëherë, sekreti tjetër kush është? Është të mësosh të thuash jo. E dini që shumë persona e kanë problem të madh, thonë jo. Unë kam qenë një nga ato, por që tani them edhe jo, sepse e kam mësuar. Jam trajnuar për këtë gjë. Shikoni pak të foto, ju lutem, do ta postoj, nuk e di këtu të këtej, do ta postoj nga kjo ana këtej. Shikoni këtë personin që ka topa, janë nga këta xhunglierët, okay? Ata topat që ai mban janë gjitha ato pot që thot po, edhe nuk arrin më të mbaj asnjë top. Sepse bëhesh aq jo efektiv sa që nëse ti merr mbi shpatulla më tepër detyra se ç'duhet, nuk arrin të realizosh asnjë me kohën. Që kështu njerëz duhet një limit. Çfarë ndodh shpesh herë? Ta zëm se të fton një shoqe, thot do ikim në kinema. Por ti ndoshta do qetësinë tënde, nuk do të ikësh në kinema, do të rish në shtëpi dhe i thua hajt, po i them po. Pse duhet t'i thuash po kur ti do të rish në qetësinë tënde? Mund t'i thuash jo, dhe të mendosh për veten tënde. Këto janë vogëlsira, por për mirëqenien mendore, ajo kohë që ti mund të marrësh për veten tënde, ndoshta është më efektive. Ishte një shembull banal. Ka shumë të tjerë. Merrni parasysh diçka, duhet t'i jepni prioritet patjetër mirëqenies mendore. Njerëz, ka ardhur koha të kuptoni që nëse ne nuk jemi të shëndetshëm mendërisht, nuk arrim të bëjmë asgjë. Nuk arrim të bëjmë të lumtur veten tonë, por as familjarët tanë. Pse? Sepse lumturia nis nga ne. Ta keni parasysh këtë gjë. Atëherë, në këtë seminar do flasim për mbi 16 teknika se si të mbajmë këtë dreq stresin nën kontroll. Ju mendoni se unë nuk jam e stresuar? Më thoni se unë faktikisht nuk jam e stresuar. Jam e mbingarkuar, por që kam arritur në një pikë të jetës time, duke qenë se jam çdo, nuk e di, 3-4 ditë në ndonjë seminar, fal Zotit janë dhe online tani, shikon nga shtëpia. Kam arritur të kuptoj që unë mund të jem funksionale pa patur stres. Edhe kam arritur këtë gjë. Puna, turnet, fëmijët, partneri, shtëpia, rrjetet sociale, e tjerë, pa fund detyra, por jam sinqerisht jam krenare për veten time dhe them këtu hapur që vetë menaxhimi është çelësi i suksesit. Duhet ta kuptoni këtë gjë, duhet jetë e qartë. Duhet jeni të sinqertë me veten tuaj. Që kështu do kemi video plot njerëz. Ju ftoj që nëse dëshironi libri Fak kritika, shkëlqeme vetëbesimin tënd, ose harroni ndoshta do vë dhe linkun këtu poshtë, nuk di akoma ta përdor mirë YouTube-in, shpresoj t'ja harri ose të stafi do më ndihmoj. Ju them mirupafshim, shihemi në videot e radhës, mund të komentoni këtu poshtë mbi çfarë teme dëshironi që të flasim herën tjetër. Me gjithë dëshirë do e marr në konsiderat atë që ju do shkruani. Ciao njerëz!